Shikoni, unë mendoj se është humbsi kryesor për faktin se, krahasuar me zgjedhjet parlamentare, ato kanë tërhequr vota duke qenë një kombinatorik me 9 parti të etnive të ndryshme. Do të kanë futur në koalicion parti rome, parti turke, bosnjake etj. Që është legjitime, mirë po nuk mund të thirren se do të kanë marrë vota të pastra shqiptare. Ndërsa sa i përket Lenit ka marrë 107.000 vota shqiptare, të flas për zgjedhjet parlamentare, dhe tani në këto zgjedhje lokale ka pësuar një humbje drastike që edhe ata vetë nuk e kanë pritur. Madje, them sinqerisht, edhe unë vetë nuk e kam pritur në çajir se do të postojnë kaq humbje të madhe. Kam menduar se do të jetë shumë e përafërt ose se do të jetë në barotazh. Por se do të fitohet që në raundin e parë çajiri, do të them drejtën kam qenë pak skeptik, pasi që ndoshta disa prej neve këtu edhe favorizojmë zotrin Mexhitin, mirë po shikuar jo në aspekte emocionale, por me fakte dhe se si mund të jetë ngjarja apo mbas fushatave që janë realizuar. Megjithatë, zotri Mexhiti ka me mjeshtrinë e tij i arriti që ta fiton pra çajirin që në raundin e parë dhe duhet ta konsiderojmë si vlerë demokratike pranimin nga ana e Bujar Osmanit dhe siç ja uroj pra publikisht fitoren zotri Mexhiti, që konsiderohet një vlerë e mirë, pasi që mes tjerash ata janë miq, kanë qenë student, kolege kështu me radhë. Mirë po ajo zëri i fundit apo vula e fundit, pra është ajo se çka përgjith populli në këto lloj zgjedhjesh.